Rikthehemi në studion e Radio Dukagjinit. Tashmë e kemi sportistin Drin Kokaj me neve. Faleminderit shumë që jesonte me neve dhe me dëgjues të Radio Dukagjinit. Faleminderit shumë Radio Dukagjini dhe faleminderit shumë për ftesën na em. Mirë se ju gjeta. I gëzuar, Po normal, gjithmonë. Ti gjithmonë i gëzuar, ti domos shtash për Olimpiadë, aloma i gëzuar. Sidomos për ty është hera e parë që e siguron normën olimpike për një olimpiadë tamam. Po flasim për lojrat olimpike dimëror tash. Po shumë e vërtet, për mua është hera e parë që kam përfaqësu Kosovën në eventin më të madh botëror që është Olimpiada, që kanë mbajt në Milano Cortina 2026. Edhe shumë shpejt edhe koha tash po do që po shkon pak më shpejt, apo edhe ditë po ishin më shpejt më shfarë orën e tëne, po është diçka që po e presim me padurim. Ç'është është ndjenja për ty? A janë pak ndjenjat e përzira? Ndjenjat përdime, ndjenjat të gëzume, janë të gjitha një farë mixed feeling që më thonë, po mbi gjitha ajo e mira po dominon, që do mërë qëtash që imi qenë në presjem pak, gjithmonë në përgara, nga rketat e të në ushtrimet, apo shkojmë na, apo nuk po shkojmë na, janë ato presionet e veta që njerëja bën pak ashtu presione psiqike. Edhe tash kur ato lirohen duket që gjithçka u qel. Fantastike. Sidomos neve gazetarë po them shumicës na bëhet qefi kur sigurisht kur sportistët ton i arrin këto synime, se janë synime të mëdha, nuk arrihet lehtë. Po det besoj të kanë shkuar shumë, ka dalë disa ka arrit normën. Derisa kam arrit normën, nuk ka shku ka dalë, po nuk ka shku hiç. Është kjo farë dallimi. Se vlen me përmend që për më arrit normën, sa i përket kësaj olimpiade, kushtet kanë qenë pak më ndryshe në krahasim me olimpiadat tjera. Ka ndryshuar domethënë. Ka ndryshuar, po, shumë e vërtetë. Më të vështira? Më të vështira, më shtrënguar në një farë mënyre, edhe më problem për me kualifiku. Pse po them këtë se ka qenë kusht mesatarja e 5 rezultateve të jetë në 120 pikë ndërkombëtare. Po kjo do të thonë që në finish do të më qenë 30 veta. Edhe pse ne ka pasur rreth kur kanë startuar 110 veta, po në fund vetëm 29 veta kanë përfunduar garën. Edhe nuk njihen pikë. Edhe këtë nuk njihet hiç. Pavarësisht rrugës që e ki bo në Kroacia, në Slovenia, në Austri, ti ke shku që aty po pikë nuk janë gje. Domethënë tu ka shtu një stres më shumë që do më shku me një garë tjetër. Po megjithatë ne kemi arrit pikë, ku ne kam fituar normën në dhjetor të vitit 2024, heq më larg për fat në bansët të Bullgarisë. Që të ofër. Kanë qenë një gare slalomit, ku që aty unë dëshmova dhe kualifikova për Olimpiadën Milano Cortina. Ditë në VM, kam një këdhe gara tjera, si pas kalendarin ndërkombëtar, që kemi një federata ndërkombëtare. Se ke shënu edhe disiplin tjetër? Po, me një këdhe për disiplin tjetër, po gjithashtu edhe me dëshmu që të rezultat sa ma ullë. Këtë rast në që unë i këm pas 105 metë po ena, pse jo me qitë vullnetin ton, me ullë në 100, me pas 90, me par diçka pak ma të mirë. Edhe step by step ne e arritëm në 190, edhe arrita me bo 89.12. 89.12 është kjo e fundit me cilën jenë dojë? Po, është mesatarja jeme që unë kam e përfaqësu Kosovë me qitë rezultat. A të ndihmon kjo diçka në olimpiadat tje? Po, në renditje? Ndihmon shumë. Se në bashkë të poenave ne kena dhe lëshimin garë. Sak, do me thonë nëse kishe pas 115 pikë, kishe startu dukshëm ma poshtë. Kishe startu dukshëm ma poshtë që kjo i bjen staza prishëm një farë mënyre. Sak. Pse prishet na nëse jena... Sa ta të partë? Po, nëse jena 120 veta, edhe kisha pas 110 pikë, kisha startu ndëshaj 115. Kejt ka fundit. Edhe nëse 114 veta e në konë qatë stazë, dhe ka rriti 60 këthejsa, 114 herë në 2 orë, bora pension limo dhe këthejsat. Ashtë me 89 pika, besoj shtartej i 70, që një rezultat edhe ma e mirë për neve, që na me pas pisën ma të mirë, edhe në fundit përveç emrit ton, me bo krenare dhe shtetin ton me rezultat. Absolutisht, tek e fundit, tash na nuk mujmë na shtam për pretendu me fitu venin e parë në Olimpiadë, po ideja është me përmirësu një rekord Kosovës, me përmirësu pozicionimin paraqitin që me lon rrugën mrapa. Me fitu venin e parë në Olimpiadën e kam ma shumë qivë se krejt. Absolutisht. Normale këtë. Po, unë e qka shtunoj është që rezultatin që e kena, përveç rekordit personal, edhe rekordin e shtetit, që na me shku në renditje sa ma afër nivelli botëror. Sakt. Edhe ka dale, ne kemi arrit që me hiju në atë nivelin botëror,
që me shty jo përveç ëne, po dhe gjeneratat e reja që vinë mas meje, që kur të hina ata me jemi në rezultat më të mirë se përpara. Sakt. Edhe ka dalë jemi të afru, shpeshohet vitit, na përmirëtojnë dukshëm, ma anë të ndihmave të ndryshme, që me pas një rezultat sa më të mirë në fund. Një detaj ndoshta kishte qenë mirë me shpjegu për dëgjues, që këtu pikët kur po i përmend, nuk është ideja me pas më shumë, po është më pak. Pse kjo ideja prej 120-ve me ra në 89.12, sa i patë ti, është më mirë se 115. Shumë e vërtetë dhe faleminderit që po e përmend. Këtu fillon prej më të mirëve me 0 pikë. Më i miri domethënë s'ka pikë 0. Ai kur e kryen garën, po supozoj ka kohë 2 minuta. Okej. Edhe ai merr 0 pikë. Edhe ti sa më shumë sekonda që ki, edhe më shumë pikë me marr. Nëse e ki 1 sekond më shtina, 2 minuta 1 sekond, në këtë rast kemi marr 10 pikë. Se ki 2 sekonda 20 pikë. Varsisht janë ato kalkulimet e veta në matematika që kanë federata, varsisht të stazët, vertikal dropit, sa kapia kanë qenë, sa kthesa kanë qenë, ato krejt kalkulohen edhe në fund del matematika për sekund sa pikë kemi marr. Nëse i ki 120 pikë, për marrë dhe më thonë ki ma shumë sekonda, edhe je ma lartë të parit. Nëse i ki 100, nëse i ki 89 dhe më thonë ti ko ke afru sa ma mira ti të parit, që ki dëshmo edhe punën tonë në gara, edhe rezultatin tënë. Pa. I vetëm sport ku dhe më thonë s'po do të kam me marrë pikë. S'pikë s'po të vykan. Dhe me pas sa ma pak pikë është ma mirë. Në krasim për i shkollët që na mësu me marrë nota sa ma të mira, të me botë këndërtën. Mos merr 5 që po të 0. Po, 0, valla. E diskutum pak para se me hynë në studio, Milano Cortinën e nje, si vend, si destinacion. Milano Cortinën e nje, vend ku kam e shkju për disiplinën e slalomit kam më majtë në Bërmjo. Okej. Bërmjo është diku rreth 3 orë prej Milano Cortinës. Po. Se për dëgjues, Milano Cortina është qendra kryesore. Qendra kryesore pika kryesore ku nisin më pas me u shpërnda. Fiks qashtu. Ma vonë tani ato ndonë në vendet e ndryshme. Sakt. Hokej, ski, cross country, ski jumping apo çdo qoftë. Po alpine skiing për djem kam më majtë në Bërmjo të Itali. Në Milano Cortina kam patin për herë të parë ku jam shtuar në disiplinat shpejta, që është Super G edhe downhill. Të do më thonë ka qenë edhe një, përveç që ka qenë emocion, të ka edhe adrenalin. Sa shpejtësia që ka arrit? Ajden? Nuk e di që është, po... A ka kalu 100 orë? Jo, 200 orë shumë. 100 po. 100 është ajo, po ata atë nivelli botëror shkoj 120, 130. Po në krahasim me disiplinat tjera, se slalomi dhe gjerë janë ma disciplina teknike. Okej. Ku manovron? Slalomi po, gjerë jo teknike, po shkon të urri shpejtësia. Tani Super G-a edhe downhill janë disciplina të shpejta. Vetë shpejtësi. Super G-a është pak më ngadalshme, ndërsa downhill vetë fjala po kuptojnë që është më shumë hali të poshtë, po. Edhe kjo është adrenalin, kur jam shua aty, kam përjetu pak shpejtësinë më të madhe në helmet, ndryshe kur po je në kerr, po kur po je kon jashtë kerrit, e ki pa që por era veshin shumë më shpejt, gjithçka veke më shpejt, kapia prej kapiç, shpejt kemi një shpejtësi shumë më të madhe. Me marrë një shembull thjesht kur je në autoban, kur je më ka dal, sa në të afron më ka dale. Kur je më shpejt, vjen edhe gjëra të tjera hali më shpejt, është kjo gjë një farë krenarie. Plus këto je jashtë, nuk jem rana në kerr, po je jashtë vetë. Jan vet ai ojri tregon ai të shku shpejt apo ka dal. Qështë e keni planifikime tash? Kur planifikoni mu bogati, kur niseni për udhëtim, edhe kur keni me qenë atje? Unë gati jam për qitashit, pa të që e kom arrit një ndërko gjatë madhe që me shku atje. Planifikimi e di që është me datën 2 munit, pati që ne shkojmë në mënyrë reprezentative, shkojmë me shtet. Po. Kemi unisë të gjitha së bashku, shteti ka me marrë rrugën së bashku për lojrat olimpike. E kemi pak rrugën pak më të gatë se në shkojmë me aeroplan shkak i bagazhit. Edhe kemi në mënyrë, keni mjetin e transportit. Shkojmë në Milano Cortina, dojmë shku nga hoteli, nga akomodimi në stazh, e kena kombin që na mundson që me pas qashtje më të lehtë, që edhe na si atlet mos më qenë në mungesë për shteteve tjera. Me datën 2 planifikojmë unis, ku me datën 6 ceremonia hapse, ku në mënyrë zyrtare janë ajo flaka olimpike në Milano Cortina, edhe qelet
Olimpiada 2026. Për ndryshe trajneri Milanos, Maximiliano Allegri, është i pari që ka ndez flakadonin edhe i pari ka bart drejt Cortina Milanos, pastaj kanë vazhdu tjertë. Po Italia ka shumë sportist, po më dok interesant se trajneri në ekipit futbollit e nisi i pari, tjertë e vazhdojnë. Mu më bëhet qefi shumë. Për post teje ki edhe Kiana Kryezion, e cila është me përvojë, po themi se ka provu një herë lojrat olimpike, është hera e dytë e saj. Po, Kiana Kryezion e ka pas për herë të parë paraqitjen e lojrat olimpike dimërore në Pekin te viti 2022, ku ajo ka përfaqësuar me slalom të madh. Të sot më kujtohet në janar ka fituar me dhe ka qenë e para femën prej Kosovës, që e ka qel rrugën në mënyrë në gjinin femnore që ka përfaqësuar Kosovën. Kësaj herë, Kiana po vjen me bagazh pak më shumë se unë. Po vjen me 3 disiplina, që po vjen në slalom të madh edhe në Super G. Super G është disiplinë e shpejtë, që është edhe një adrenalin përveç neve me po edhe për ato që mund shkojnë ato pista, të dihet që përmend edhe më herët, Olimpiada është kulmi i eventeve botërore. Edhe kur është kulmi, kushtet janë më të mira, kushtet janë më të forta, gjithçka është në mënyrë më botërore. Edhe tjetra, nuk është edhe ti që s'ke hap rrugë. Ti ke qenë i pari që ke përfaqësuar shtetin në lojrat olimpike për 3. Po, unë kam përfaqësuar shtetin në lojrat olimpike dimërore në Lausanne të vitit 2020. Kam qenë i pari që kam përfaqësuar shtetin në ato lojra olimpike. Për mu, kur kam pas 16 vjet, ka qenë një krenari, emocion, dhe kur jem shku aty në shtëpi olimpike, ku kemi nejt me krejt sportistat të botës në atë mosh, është një krenari edhe një emocion, që ti e shes që aty rrethin tënë. Sakt. E gjen vetën në mesin e sportistave më të mirë, edhe e shes që çdo punë po shpërblehet. Edhe kur e shes vetën në qatë nivel, me një moment në arështë të thu, wow, dhe me thonë qëfar arritje që me më rrit deri këtu. Kemi edhe mbi të gjitha, kur e sheshe për i largu, që kemi pas të fshatin olimpik që i thojmë, dhe sheshe për i fshatit edhe ka qenë bufeja, që a shumë krejt sportistat. Kur u ktheshe nga bufeja, ka qenë bashkë në mes flamuri i Kosovës. Edhe është një kranari kur e shte edhe flamurin, që atë po zhvillohemi e po përfaqësojmë në mënyrë sa më dinjitore e më të mirë që po mundemi. Fantastike. Edhe për fund, nuk është që te ke pas skijimin sport para, jo? Po, shumë e vërtet. E kam pas edhe futbollin. Po, deri në moshën 15 vjeçare, atëherë kur shkova në lojrat olimpike për 3 për herë parë, më desh aty me zgjedh synin e djathtë apo të majt. Edhe në këtë mënyrë e zgjedha djathtën, që ka qenë skijimi, edhe pse me thonë drejtë kam qenë në U15 në kombëtarët futbollit. Çdo sport e ka pas atë të vetën. Pavarësisht që skijimi është në natyrë. Kam pas garë me borë, me mjegull, me shi, kokrëz. Natyra e ka bo pak atë të vetën që ta ka jep një emocion më ndryshe për tjerave. Po edhe futbolli e ka adrenalinë. Dhe e pat gollën ato bro ritma që vinë. Normal 2-2 kam për qefi, po kem ka njek pak ma shumë edhe kam vazhdu në mënyrë familjare që prej motrave që kam përshtjell edhe kam vazhdu në mënyrë profesionale që më arrit deri në Olimpiadë edhe po besoj që është edhe destinim kur diçka kur orientohesh në rrugë dhe arrin suksesin si kjo plasmani në Olimpiadë, ta vërteton që ke bo mirë. Kur ke marrë ta vërteton që ke bo mirë, pavarësisht kushteve, se futbolli din që ka më shumë fonde, ka krejt pavarësisht kushteve, janë dhe gjëra që nuk mundesh me arrit gjithmonë. Edhe nuk është emocion që për mua, po edhe për krejt familjen, prapavi që absolutisht. Për diçka që sa ata i kim shteti realisht, se s'është që mbulon gjithçka me fonde tjera, pa hapat e parë që marr prej tyne. Po pra. Edhe ata kur më kanë shtinë në këtë rrugë, ka qenë që tani me zhvillu, edhe koni ai fare i natin veti që çka kanë bërë këta për mua, më shumë më u kthy pavarësisht që kesh të menduar. Dren, është kënaqësi me diskutu për skijimin me ty. Faleminderit shumë që ke qenë sonte me neve dhe ke nda pak përvojën për dëgjues ton. Edhe të urojmë shumë sukses atje. Uroj që ato synime që ki me i realizu në lojrat olimpike dimërore. Faleminderit shumë juve për ftesën që ma kemi bo, edhe ke kënaqësimi nda dhe disa info shtesë përveç të në pyetjeve që kena pas ma herët, që mi informu edhe pak tjerë në botën e skijimit që edhe skijimin këto po përparon po shkon nivel të urrit. Faleminderit edhe njëherë Radio Dugazhinit. Faleminderit shumë.